Nga ato çka pam dhe dëgjuam këto ditët e fundit, kuptohet se Trump është me Rusinë dhe jo me Ukrainën. Ato që ai po thot janë demagogji dhe jo realitet. Kuptohet se Trump është më shumë me investimet e tij në Rusi se me impenjimin e tij politik në interesin e Amerikës, i cili dihet se është një interes global. Por a do ta durojnë këtë marrëzi të presidentit amerikan qarqet e larta në Amerikë, të cilat janë ndërtuar për të mbrojtur aktivisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sigurisht që nuk do ta durojnë dot edhe më gjatë. Prandaj kuptohet se do ta largojnë nga pushteti i tij, që po e dëmton politikisht Amerikën dhe Perëndimin. Po Pentagoni çfarë po bën? Shenjat janë se po hesht, por që kuptohet se është në lëvizjen e brendshme të gjeneralëve të fuqishëm, kurse ajo që po dallohet tani është optimizmi prej një pushtuesi i Putinit, dhe kjo tohet në fytyrën e tij nga gëzimi i vet patologjik dhe me likësi të brendshme prej pushtuesi, që ndërkohë po pasqyrohet hapur në mediat e Rusisë. Të shohim se nga cila ndjenjë do të pushtohet shumë shpejt Aleksandr Putin, nga gëzimi apo nga idhërimi i humbjes së tij në këtë luftë. Tërheqja e Amerikës nga ndihma ushtarake për Ukrainën u duket se do ta godiste tepër forcën e Ukrainës, por dalja në skenë e Francës dhe ushtrisë franceze dha hapur të kuptuar se vendet e Bashkimit Evropian do të angazhohen materialisht dhe ushtarakisht në ndihmë të Ukrainës. Për politikën e Bashkimit Evropian tani është e qartë se mundja e Rusisë në luftën e saj për pushtimin e Ukrainës është fitore shumë e madhe e Bashkimit Evropian, dhe në të njëjtën kohë rigrupimi modern i ushtrive të Bashkimit Evropian i sjell historisë botërore hapjen e një epoke të re në funksion të frenimit të dy superfuqive, Moskës dhe Washingtonit, që ndërkohë po kuptohet se të dyja janë duke hyrë në një aleancë të nëndeshme me njëra tjetrën për ndarjen bilaterale të interesit të tyre global.